Jethribi përgjigjet, nga jeta të dërguarit Muhammed a.s. Të cëptuar keqas, nga hasmëria e sherit, duke përshkruar popullin e tyre kështu, 6 jethribasi të konvertuar së fundmi nuk e kishin tepruar. Betejë e Buathit, konflikti i katërt dhe me jegër i luftës civile, nuk ishte qenë krijtë vendimtare, as nuk ishte vijuar nga ndonjë paqe denjë për emrin, por thjesht nga një marrëveshje për të ndaluar her për her luftimin. Gjendja rrezikshmërisht e zgjatur e hetimit kronik të mbushur me një numër në rritje incidentesh, dhune e kishte anuar burrat më të moderuar të të dyja palëve drejt opinionit se nevojitej një kryetar i përgjithshëm, i cili do të bashkonte ata, siç i kishte bashkuar Kusej Kurejshet, dhe se problemi i tyre nuk ishte zgjidhje tjetër. Një nga burrat kryesues të oazit, Abdullah ibn Ubej, pëlqej nga shumë kush si mbret i mundur. Ai nuk ishte luftuar kundër efseve në konfliktin e fundit, por i kishte tërhequr në vetvete në buzë të betejës. Megjithatë, ai ishte Hazrejh dhe ishte skajmisht e dyshueshme nëse efset do të mund të pranonin një mbret që nuk ishte i fisit të tyre. 6 burrat Hazrejh u akumtuan mesazhin e Islamit sa më shumë njerëzve që të vinin vesh, dhe verën e ardhshme 5 prej tyre përsëritën haxhin duke prur me vete 7 të tjerë, 2 prej të cilëve efs. Në Akaba, këta 12 burra i dhan besën profetit, dhe kjo beslidhje njësi Akabaja parë, me fjalët e njërit prej tyre i dhan besën të dërguarit të Zotit në mbrëmjen e Akabas së parë, se nuk do t'i shoqëronin gjë Zotit, se nuk do t'i vidhnin, nuk do të kryenin imoralitet e as të vridhnin pasardhësit, apo të shpifnin, dhe se nuk do të mosbindeshin në atë që është e drejtë. Ai na tha, nëse mbani këtë beslidhje, xheneti është i juaj, dhe nëse kryeni njërin prej këtyre mëkateve pastaj dënoheni për të në dynja, do të jesh lirje për ju. Dhe nëse fshihni deri në ditën e ringjalljes, atëherë i mbetet Zotit ju dënojë ose fal, si të dëshiroj ai. Rivaliteti mes pasardhësve të dy bijve të Kailehut ishte i vjetër. Megjithatë, kishte patur martesa midis dy fisëve, dhe si rezultat i njërës për këtyre, Asadi, strehuesi Hazreqi Musabit, ishte kushëri i pari i Said ibn Muadhit, kryetari të njërit klane të efsit. Sadia mos pëlqente fort fen e re, kështu që ishte i zemëruar, por edhe i turpëruar, të shihte kushëririn e tij Asad me Musabin, dhe disa musliman të sapo konvertuar të krinin një ditë në një kopsh në mes të territorit të njerëzve të tij, në bisedë serioze me antar e klanit të vet. I vendosur për t'ju dhënë fund veprimtarive të tilla, por pa dëshirën për t'u përfshirë në ndonjë sherr vet, ai shkoi tek Useidi, që vinte fill mbas tij në autoritet, e i tha: "Shko tek këta 2 njerëz që na kanë ardhur në mahall për të marrosur vëllezërit tanë më të dobët." Padyshim e kishte fjalën për të vëllajmë të vogël e tashmë të vdekur Iyas, i pari nga Jethribi që kishte hyrë në Islam. Dhe për zuri e ndalojua të na vinë prap këndej pari, sikur të mos e kisha farefis Asadin, do të ta kurseja këtë të lash, por e kam djaltese dhe s'kam që t'i bëj. Useidi mori heshtën e tij dhe shkoi e u qëndroi mbi krye, duke thënë me një qehre as të egër sa mund të merrte: "Ç'ju sill këtu ju dyve për t'i marrosur vëllezërit tanë më të dobët? Na lini nëse më rakoseni ndo pak për jetën tuaj." Musabi e pa dhe i foli butë: "Pse nuk ulesh dhe dëgjon ç'kam për të thënë? Atëherë, nëse të kënaq pranoje, nëse jo, ri larg." "Fjalë hak," tha Useidi, të cilit i pëlqeu hem pamja, hem sjellja të dërguarit të profetit, dhe duke ngulur heshtën në tokë, ul pranë tyre. Musabi foli për Islamin dhe i këndoi Kur'an, dhe qehrja e Useidit ndryshoi.
aq sa të pranishmit mund të shihnin islamin në fytyrë nga drita që ndriçojnë atë dhe preja që zbuti para se të fliste. Sa të shkëlqyera këto fjalë dhe sa të bukura, tha ai. Kur Musabi kishte përfunduar, ç'do duhet të bësh nëse don të hysh në këtë fe? Ata i thanë se duhet të laj nga koka gjë në këmbë për të delirur dhe se duhet të pastronte rrobat e falta, namaz. Në baçën ku po rinin kishte një puz, kështu që ai u la, pastroi rrobat dhe dëshmoi nuk ka Zot përveç Zotit, dhe Muhamedi është i dërguari i Zotit. Ata i treguan si të falej, dhe ai u fal, pastaj tha: është një njeri pas meje që sigur që ndiqte do të pasoj padyshim nga çdo kush prej tyre, dhe tani po ju qoj tek ai. Kështu që u kthye të vetët, të ende pa mbërritur, shije si tashmë ai ishte tjetër njeri. Ç'bëre, i tha Saidi. Fola me 2 burrat, tha Useidi. E pasha Zoti nuk pash dëm tek ta, por u ndalova të vazhdonin, dhe ata më thanë: do bëjmë si të duash ti. E shoh që nuk pas ke qenë i hajrit, tha Sadi, duke marrur heshtën nga dora dhe duke u nisur për aty ku besimtarët po rinin qetësisht akoma. Ai u ankua për kushërimin e tij Asad dhe qortoi ashpër pse kishte shfrytzuar farfisninë e tyre. Por Musabi ndërhyri duke i folur edhe atij siç i kishte folur Useidit. Me qras Sadi u pajtua ta dëgjonte dhe rezultati në fund ishte po ai. Pasi u fal, Sadi u ribashkua Useidit dhe atyre që ishin me të dhe shkuan së bashku në kuvendin e njerëzve të tyre, të cilave ju drejtuan me fjalët: "Zgjidhni për pozitën time ndër ju." "Je zotëriu ynë," u gjegjën ata. "Më i miri ndër ne në gjykim e më i mbari në prijesi. Atëherë po ju them që betohem se nuk do t'u flas as burrave as grave të juaja, gjithse të besonin në Zotin dhe në të dërguarin e tij." Dhe deri në darkë nuk ishte mbetur burra grua në klanin e tij që nuk ishte hyrë në Islam. Musabi qëndroi me Asadin për afro 11 muaj dhe të shumë qenë ata që përqafuan Islamin gjatë kësaj kohe. Atëherë kur po afroi muaji i haxhit tjetër, ai u kthye në Mekë për t'i dhënë si hariqet. I dërguari se si ja kishte dalë mes klaneve të ndryshme të Evseve dhe Hazrexheve. I dërguari e dinte se toka e miruitur mes 2 rasave të gureve të zinj që kishte parë në vizion ishte Jethribi dhe e dinte se kësaj here edhe ai do të kishte një prej mërgjimtarëve. Tani kishte fare pak njerëz në Mekë, të cilave u besonte sikurse nënës së tij El Fadl. Ai ishte gjithashtu i sigurt që edhe pse nuk ishte hyrë ende në Islam, xhexhai i tij Abasi nuk do të tradhtonte kurrë, as nuk do t'i nxirrte ndonjë sekret që ishte besuar. Kështu që u tha të dyve se shpresonte të shkonte të jetonte në Jethrib dhe se shumë çka varej nga delegacioni që pritej nga oazi për haxhin e ardhshëm. Kur e dëgjoi këtë, Abasi i tha se e shihte si detyrë që të shkonte me nipin për të takuar delegatët e për të folur me ta, dhe i dërguari u pajtua. Jo shumë pasi që larguar Musabi, disa nga muslimanët e Jethribit u nisën për haxh, siç ishin marrë vesh me të, gjithsej 17 burra dhe 2 gra me shpresë që të kontaktonin me të dërguarin. Gjithsej 73 burra dhe 2 gra me shpresë që të kontaktonin me të dërguarin. Një prej prijesve të tyre ishte një kryetar Hazreq me emrin Bera dhe ditëve të para të udhëtimit atij erdhi një mendim shqetësues. Ata ishin rrugës për në Mekë, ku ndodhej shtëpia e Zotit Qabja, qendra më e madhe e pelegrinazhit për krejt Arabin. Aty ishte edhe i dërguari, tek i cili po shkonin dhe pikërisht atje ishte shpadur Kurani, e andaj shpirtet e tyre po kalonin vetën në frymëzim. Ai ishte atëherë e drejtë ose arsyeshme që kur vinte koha e lutjes, ata t'i kthenin shpinën atij kau dhe të drejtoheshin nga veriu drejt Sirisë. Ky mund të kishte qenë më shumë se thjesht një mendim, sepse berajt i kishin mbetur vetëm disa muaj jetë dhe njerëzit që janë pramvdekjes dhe do ndisën nga njëherë me parandjenja. Sido që të ishte,
Ai u tregoi shoqëruesve të tij se ç'kishte në mend. Me që rast, ata i thanë që me sa dinin, i dërguari kishte zakon të fare nga Siria, pra Jeruzalemi, dhe se ata nuk dëshironin të dalonin prej tij. Unë do të lutem kaçapja, tha Berai, dhe bëri këtë përgjatë të rrudhimit, ndërsa të tjerët vazhduan të faleshin nga Jeruzalemi. Ata u munduan të binin, por me kot, përveç se kur arritën në Mekë, me që rast të erdhën ca me dyshje, dhe ai i tha Kab ibn Malikut, njërit prej të afërmve të tij, të rinj dhe poeteve më të dhuntisur të Jethribit, biri vëllait tim, të shkojmë tek i dërguari i Zotit e ta pyesim për çfarë kanë bërë gjatë këtij udhëtimi, se më rindën dyshime në shpirt kur pash se më dole kundra. Kështu që pyeti një burr në Mekë se ku mund ta gjenin të dërguarin, të cilin nuk e njihnin për pamje. A njihni xhaxhain e tij Abbasin? I tha burri, dhe ata u përgjigjen se po, nga se Abasi ishte vizitor i shpesh në Jethrib dhe i mirënjohur atje. Kur të hynin në xhami, u tha informuesi, është njeriu i ulur bri Abbasit. Kështu që ata shkuan te i dërguari, i cili u gjegj kështu, pyetje së Berat. Ti e kishe një drejtim sikur vetëm ti përmbaheshe. Berai nisi të falet drejt Jeruzalemit, dhe një herë për të bërë, siç bënte i dërguari, ndonë se përgjigja dhënë mund të merrej në më se një kuptim. Udhëtimi i tyre drejt Mekës kishte qenë në një karvan me pelegrinët politeist të Jethribit, njëri prej të cilëve kishte hyrë në Islam të Lugina e Minas, një hazreq i squar Ebu Gjabir Abdullah ibn Amr, prijesi i Beni Selimeve e burr me ndikim. Uran e ujti që të takonin të dërguarin fshetas, si më parë në Akaba, natën e dytë pas haxhit. Me fjalët e njërit prej tyre, atë natë fjetën me tanët në karvan, gjërsa kur kishte kaluar 1/3 natës, ikën nga mesi i fjetësve për të vendi ynë i caktuar me të dërguarin e Zotit, duke u përvjedhur si thellëza. Gjersa u mblodhëm të gjithë të honi pran Akabas. Aty pritëm gjersa erdhi dërguari bashkë me të xhaxhait i Babas, i cili aso kohë ishte ndë i fesë të popullit të vetë, çka se dëshironte të ishte i pranishëm në ndërveprim të nipit dhe të sigurohej se premtimet ndaj tij ishin të besueshme. Kur i dërguari i ul Abasi, ishte i pari që foli, njerëz të Hazregjit, sepse kështu e kishin zakon arabët që drejtoheshin Hazregjeve dhe Evseve. Ju e dini vlerësimin që kemi për Muhamedin, dhe ne e kemi mbrojtur atë nga të vetët, që të jetë i nderuar në klanin e tij, e i sigurt në vendin e tij, por se prap ai ka vendosur të kthehet nga juaj që bashkohet. Prandaj, nëse mendoni se do t'i përmbani asaj që premtoni, dhe se do ta mbroni ndaj gjithçkaje që do t'i kundërvihet, juaja qoftë bara që keni marrë përsipër. Por nëse mendoni se do të tradhtoni e linin e balt, pasi t'ju ketë ardhur, atëherë lëreni që tani. Dëgjoni çfarë the, u gjegjën ata. Por fol vetë, o i dërguari i Zotit, dhe zgjidh për vete e për Zotin tënd çfarë të duash. Pasi recitoi Kuranin dhe shqiptoi një thirrje për të, Zoti e Islami, i dërguari tha: Po e bëj me ju këtë pakt, me kusht që besa që ma jepni do t'ju obligoj të më mbroni siç mbroni gratë dhe fëmijët e juaj. Berai u ngrit, mori dorën e tij e tha: Pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën, do të mbrojmë si ata, ndaj pranoje besën tonë, o i dërguari i Zotit, se jemi burra lufte me armë që janë kaluar nga i ati tek biri. Një burr i Evseve pastaj e ndërpreu dhe tha: O i dërguar i Zotit, janë ca lidhje mes nesh dhe njerëzve të tjerë, e kishte fjalën për qifutet, dhe jemi gati t'i ndërpresim. Por mos vallë se veprojmë kështu e pastaj Zoti të jep fitoren, ti kthehesh te populli yt e na lë neve? I dërguari buzëqeshi dhe tha: Jo, unë jam juaj.
e ju jeni të mitë. Këdo luftofshi e luftoi, me këdo që bëni pace bëj pace. Pastaj i tha, sillmeni 12 burra nga ju si prijes, që të kujdesen për çështjet e popullit të tyre. Kështu ja sodën 12 prijes, 9 Hazreq e 3 Efs, nga që 62 burra, si dhe 2 gratë ishin Hazreq, ndërsa vetëm 11 ishin Efs. Mes 9 prijesve Hazreq ishin Asadi e Beraj, mes 3 Efsëve ishte Usedi, të cilin Sad ibn Muadhi e kishte dërguar si përfaqësues të tij. Kur njerëzit ishin gati ta jepnin besën një profetit, një Hazreq nga të 12-tët që ishin betuar vitin e shkuar, bëri me shenjë që të prisnin dhe ju drejtua duke thënë: Burra Hazreq, a e dini se çfarë do të thotë jepni besën këtij njeriu? E dim, thanë ata, por ai i mos përfilli. Po betohemi te Zoti, ndaj të gjithë njerëzve të kuqe të zi. Ndaj nëse druheni, se mund ta vëni humbjen e zotërimeve, dhe se kur dikush nga fismit e juaj të vritet, do ta braktisni. Braktisni tani, se ne braktisshi atëherë do t'ju sjell turp në këtë botë dhe tjetrën. Por nëse mendoni se do ta mbani besën, atëherë merreni sepse këtë, pasha Zotin, është më e mira kësaj bote dhe tjetrës. Ata thanë: Çfarë do nga zotrimet tona të humbas, dhe kushdo nga besniket tanë të vritet, do ta marrin. Dhe çfarë do të na takojë neve, o i dërguari i Zotit, nëse ta mbajmë besën e dhënë? Xheneti, u gjegja i, e ata thanë: Shtrije dorën. Dhe ai e shtroi dorën dhe ata i dhan besën. Shitani po vështronte dëgjonte nga majat e Akabas, dhe kur nuk arriti të përmbahej më, ai vuri me zërin më të fortë të mundshëm dhe shqiptoi emrin Muhammed. Dhe i dërguari e diti se kush kishte virur, ashtu ju përgjigj: O hasmi i Zotit, nuk do të lë rahat.